atlet nga Maqedonia, përfaqësues të atletëve nga Maqedonia, të nderuar atlet nga Shqipëria, përfaqësues të klubeve të atletikës nga Shqipëria, i nderuar kryetar i Federatës së Atletikës së Kosovës, zoti Halil Sulejmani, atlet ju përfaqësues të klubeve të atletikës, tash 9 vjet vjetori i pavarësisë së Kosovës, na bashkon jo vetëm fizikisht, po na bashkon edhe zemrat edhe mendjet e gjithë shqiptarëve kudo që janë. Për vjetorët e pavarësisë të Kosovës dhe të Shqipërisë janë për vjetorët cilat do të bashkojnë kombin shqiptar në përjetësi dhe për këtë janë më meritorët ata të cilët dhanë jetën e tyre atë me sublime vetëm që Kosova e gjithë kombi shqiptar të jetë i lirë dhe i vetësishëm. Unë gjithë atletëve, përfaqësuesve të klubeve të atletikës, tyne atletëve të veçil, ju uroj shumë suksese. Faleminderit dhe kalojmë ceremonin. Bravo! E falenderojmë kryetarin e komunës zotëria Agran Kuqi dhe tani për një fjalë rasti e ftojmë kryetarin e Federatës Atletike të Kosovës, zotëri Halil Sulejmani. Falenderit kryetari komunës, zoti Agran Kuqi, falenderit qytetarët e komunës Junikut, falenderit e gjithë dashamirët e sportit, të cilët sot në këtë komunë, të them heroike, ku i pruri atletët nga të gjitha viset nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria dhe Gjetju, që ta festojmë ditën më të madhe, mendoj të Kosovës, ditën e pavarësisë, do të cilë i bëri 9 vjet. Pra ne si Federatë Atletike e Kosovës kemi për detyrë që me këto aktivitete ti respektojmë personalitetet, festat dhe të gjithë të tjerë. Pra, mesës gjasmi se tha dhe kryetari, ju falenderit dhe urime ata që kanë fitu dhe sukseset të më të tjeshme. Ju falenderit.